Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Libri Ajo që mbante botën me duar bosh nga Kadire Qeku është një rrëfim i thellë emocional që depërton në shtresat më të fshehta të shpirtit njerëzor. Me një gjuhë të pasur e poetike, autorja ndërton historinë e një vajze që përballet me humbjen, zhgënjimin dhe vetmin, por që në fund zgjedh të ringrihet dhe ta mbajë botën mbi supe pa kërkuar mbështetje, por duke gjetur forcën brenda vetes. Ky libër nuk është thjesht një përmbledhje refleksionesh, është një udhtim introspektiv mbi dhimbjen, dashurinë, mungesën e empatisë dhe plagët që lënë marrëdhëniet toksike. Në çdo faqe lexuesi ftohet të përballet me të vërtetat e veta, me maskat që mbajmë dhe me heshtjet që na frymësojnë. Ajo që mbante botën me duar bosh është një dëshmi e fuqisë së ndjeshmërisë dhe një thirrje e qetë për të dashur veten dhe pas çdo humbje. Në studio kam kënaqësinë të kem autorin e librit Kadire Qeku. Përshëndetje Kadire, mirë se erdhe në Art Kultur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë Kadire, si lindi ky roman? A ishte një histori që e mbaje brenda vetes, prej kohësh, një nevojë e përhershme për të rishkruar diçka? Atëherë, sa i përket romanit, nuk ka lindur diçka si thua brenda ditës, është një diçka që ka lindur në kohë, ose unë kam kuptuar në vitin 2022 që kisha nevojë që unë të lija një histori, të lija një, si thosh, të shkruaja diçka, sepse e kuptova që isha shumë e fortë sa i përket pjesës shkrimit. Në një kohë ku unë jam, si thosh, më e stepur në një bashkëbisedim me individ të tjerë, në momentin që unë vazhdoj të shkruaj atje shfaq një botë ose një Kadire tjetër, si theme. Dhe ndaj lindi edhe pjesa e shkrimit edhe e librit. Pra është diçka që ka ardhur, është ngjeshur kohë pas kohe, jo diçka që ka lindur brenda një natë ose një diçka e shkurtër. Romanin unë se kam lexuar, por nga informatat që mi ke dhënë, romani ka një ton shumë emocional dhe realist. Sa prej kësaj histori është frymëzuar nga jeta reale apo është imagjinat? Okej. Faleminderit dhe për pyetjen që t'jem edhe si thuash edhe e qartë edhe për publikun, duke qenë që romani është rrëfyer edhe në vetën e parë. Kam patur pak ato paragjikimin në vetë ose nga rrethi i ngushtë, sepse do mendonin që kjo është jeta e Kadirës ose këto gjërat i ka kaluar Kadire, por me të vërtetë si thua mund të jetë vetëm pjesa e brezit, pjesa e sistemet që mund të jetë diçka reale, ndërsa pjesa tjetër pastaj është gërshetim artistik që e kam ndërthurur dhe e kam sjellë në këtë lloj forme, pra i kam dhënë një formë jete këtij lloj libri. Pra nuk është reale, por është diçka artistike me pak fjalë. Mund të jenë detaje të vogla që janë kapur nga... Sigurisht, çdo artist inspirohet nga jeta reale, ose nga vetvetja, por edhe nga subjektet e tjera. Një nga temat më të forta është dashuria, që lëkundet mes kujdesit dhe dhimbjes. Çfarë ke dashur të tregoje për dashurinë moderne? Koha që ka ardhur, mund të themi që janë zhdukur ato letrat e dashurisë, është zhdukur ajo ndjenja. Njerëzit mundohen të jenë shumë sipërfaqësor, mundohen të ndjejnë më pak, por edhe nëse ndjejnë nuk e shfaqen. Mundohen si thosh të shmangën pjesës së lëndimit. Edhe kjo është diçka si thua që vret. Kur ti je në dashuri, ti do të japësh 100% shenjën tënd. Nuk do të stepësh nga lëndimi apo nga vetmia apo nga dhimbja. Kjo është ajo që lën për të dëshiruar, le të themi, sa i përket dashurisë moderne. Dhe këtë ke dashur dhe ta thuash edhe në libër? Po, edhe në libër kam dashur ta cek këtë lloj pjese. Njerëzit si thosh që nuk janë të përfshirë, nuk përfshihen, le të themi, nuk e konsumojnë veten deri në një pikë më të thellë që të ndjejnë. Domethënë, personazhi kryesor kalon nga aksidenti, spitali, trauma, deri te vetmia dhe mbijetesa. A është ky roman më shumë për dashurinë apo për forcën e brendshme luftuese, ose luftarake, nëse mund të themi? Atëherë, nëse ju drejtohemi lexuesit, ato që janë si thosh lexues të mirëfillt, besoj kanë lexuar Alkimistin. Ajo çfarë si thosh, ndoshta dashuria është një lloj katalizatori për atë çfarë unë kam dashur të shpreh në një roman, si thosh. Nuk është ndalesa dashuria. Ndalesa si thosh është gjetja dhe ndërtimi i vetes. Jo dashuria. Dashuria mund të jetë si thosh një lloj fragmenti ose një lloj diçka, një katalizator që kalon përmes dhimbjes, përmes vetmisë, derisa të arrijë në atë planin final që unë, në atë alkimistin tim që unë kam dashur, si thua, të ndërtoj në këtë libër. Po, e tani në libër gjithashtu shfaqen detaje sociale, varfëria, mungesa mbështetjes,
paragjykimi, indiferenca. Sa e rëndësishme ishte për ty të tregosh realitetin e shoqërisë përmes këtij rrëfimi apo narrative? Okej. Si që thash edhe më herët, brezi që ka ardhur janë bërë më pak lexues, mund të themi. Dhe duke qenë se janë më pak lexues, mundojnë që t'i marrin gjërat të gatshme, nuk sakrifikojnë, nuk vuajnë, mundojnë si thosh t'i ngjisin hapat e karrierës ose të jetës, t'i ngjisin me ascensor. Por momentin që ti ngjit me ascensor ti do biesh edhe do vritesh, ndërsa kur i ngjiti shkallë dhe kupton çfarë është dhimbja, çfarë është realiteti, si thosh, kërkoj një vetëdijsim të shoqërisë me këtë çfarë kam përpjekur të sjell. Dhe duke përmend pjesën e dhimbjes, si thosh, edhe ato që mund të jenë në dhimbje ju jap si një formë mesazhi që të durojnë se të shkojnë në një pikë tjetër. Nuk është dhimbja definicioni ose arritja përfundimtare. Ti përmes dhimbjes arrin si thosh të ndërtohet. Dhe jo më kot nuk thuhet, ma jep një dhimbje të madhe, ta jep një kryevepër. Nëse ti nuk kalon nëpërmes një dhimbje të madhe, si do ndërtosh kryevepër? Do të thënë, që nga mjaft filozofike, si shkrim dhe si porosi, sigurisht. Ka, si thosh, ndërthurje të psikologjikës, filozofikës edhe detajt romantike që ndoshta edhe njerëzit si thua shishojnë ose përqendron ke detaj romantik që thotë është ky libër dashurie, por nuk është qëllimi, ideja aty. Romani ka shumë monolog të brendshëm, sidomos kur personazhi kërkon falje ndaj vetes. Pse e ke zgjedhur ta ndërtosh historinë me kaq shumë introspeksion? Ndërtimi nis nga brenda. Nëse ti ndërton vetëdijen, nëse ti ndërton veten tënde nga brenda, ti ke çfarë jep në komunitet, në jetë. Nëse ti kërkon si thua nga jashtë ose merr shembuj të tjerëve, ti nuk e arrin dot si thua të dalësh. Por duke e nis nga vetja, si thua jep një ndjesi më të përfshirë emocionale, si thua e përfshin akoma më tepër lexuesin, që çdo gjë t'ja nisi nga vetja e tyre për të arritur në ato çfarë duan të arrijnë, në ato definicionin e tyre. Ka një kontrast të madh mes natyrës së bukur, deti, yjet, pikniku dhe errësirës emocionale. A është natyra në roman një shpëtim apo një pasqyrë dhimbjes? Çfarë ke dashur të përshkruash ose të thuash përmes natyrës? Natyra mund të jetë si thua një lloj kontrasti i asaj çfarë kam dashur të them, si thua kisha një personazh të rënuar, ndërtova një personazh që ishte rënuar, por nga ana tjetër ishte kontrasti i natyrës, që në natyra, deti, si thua ishte diçka që edhe pse ajo vajzë ishte rënuar, e gjente frymëzimin, e gjente edhe forcën ke pjesa e natyrës. Pra janë gjërat që janë të ndërlidhura zinxhir me njëra tjetrën. Në disa pjesë, romani prek edhe temën e manipulimit, kontrollit dhe marrëdhënieve toksike. Çfarë mesazhi do t'ju jepje vajzave, por të rinjve në përgjithësi, grave që ndodhin në marrëdhënie të tilla? Nëse marrëdhënien, mund të themi sapo e kanë ndërtuar, mirë është të durojnë. Nëse marrëdhënia ka kohë që është toksike, largohu. Nuk ke pse rri në një marrëdhënie toksike. Qëllimi është vetja, nuk është qëllimi tjetri. Diçka si thosh diçka të bën dëm ajo gjë nëse ti rrin. Ti thellon dhimbjen tënde akoma më shumë nëse rrin në një marrëdhënie toksike. Ti duhet gjesh veten, duhet ndërtosh veten, dhe se pasi ke ndërtuar veten, pastaj të tjerët janë pasqyrimi i vetes tënde. Kjo është ajo çfarë kam dashur si thosh të shfaq sa i përket dashurisë ose marrëdhënieve toksike. Nëse ti rrin në një marrëdhënie toksike, do të thotë që ti po pasqyron veten, po tek ajo marrëdhënie. Kadiri, me sa kuptova, ti je autore e re dhe kjo është vepra e parë që ke shkruar, romani i parë që ke shkruar? Po, vepra e parë, sepse siç po thoj edhe në fillim të intervistës që e kam nisur në 2022, por kam qenë një luhati ose në një luftë të brendshme me veten, si do pranohet nga shoqëria, a do ketë impakt pozitiv nxjerrja e këtij romani, a do kem paragjykime. Dhe kjo si thosh më ka stepur deri diku që unë të punoj edhe të nxjerr të dytin edhe të tretin. Por tani që e kam nxjerr, ndjej përveç se si thosh, përveç detyrim ndaj vetes që duhet të shfaq krijimtarinë time, ndjej edhe përgjegjësi morale për lexuesit që t'ju lej edhe lexuesve diçka nga ajo çfarë unë shkruaj. Edhe, domethënë para se të përfundojmë, ke pasur edhe bashkëpunëtor këtu në Kosovë, njëri prej kolegëve tanë ka punuar me ju? Po. Atëherë mund të cek edhe mund t'jap edhe një formë falënderimi zotin Ekrem Kreziu, i cili ka shfaqur si thosh gatishmërinë për të mos thënë vetflijimin të pakushtëzuar
me pjesën e redaktimit të romanit. Si thosh, e kam patur, përveç nga ana profesionale redaktore, kam patur edhe një këshillues të mirë, mund të theme, sepse më kanë ndjekur hap pas hape. Ajo çfarë shkruaja dhe i thoja, Krem, si të duket kjo gjë? Dhe ishte ai, domethënë, që ma jep atë suportin e tij të pakushtëzuar që ta linem, ta hiqnim, që mos binem prej parajgjikimeve të një romani të parë siç ishte. Po. Domethënë, dhe në fund, promovimin e librit e ke pasur para disa ditësh në Durrës. Çfarë do doje që lexuesit të marrin me vete, pasi ta kenë lexuar librin, ta kenë mbyllur, domethënë faqen e fundit, sepse pas ke edhe një mesazh në fund, por unë dua vetëm ta lexoj vetëm paragrafin e fundit, jo mesazhin për fund. Thot mjafton guzime për të ecur përpara, duke marrë me vete vetëm atë që nuk dhembë më dhe duke i lënë pas gjërat që e kanë përmbushur kohën e tyre. Ky është paragrafi fundit i librit dhe pastaj kishte një mesazh në fund. Por ti vetë personalisht si autore Kadire, çfarë do doje që lexuesit të merrte me vete pasi ta mbyll faqen e fundit dhe atë mesazhin në fund? Një ndjenjë, një mësim, një reflektim, çfarë do doje ti? Atëherë, ajo çfarë dua të lejon si fillim është një trashëgimi kulturore. Do të ndodhë një ditë që nuk do jemi më. Por, ashtu siç kam lexuar edhe unë autor që tashmë si thua kanë ndruar jetë dhe më kanë prekur mua me atë çfarë kanë shkruar, atë dua edhe unë të lexuesit e mi, që të lejë një trashëgimi, të prek me si thush me romanet që shkruaj, të prek me krijimtarinë time. Dhe po të përqendrohemi ke pjesa e shkrimit ose mesazhi i librit, ajo që dua të lejë të lexuesit është që të gjejnë veten, të mos dorëzohen, të mos heqin dorë, si thosh përveç se ta gjejnë veten, duhet edhe ta ndërtojnë, se nuk është vetëm ta gjesh, por edhe të punosh për ta ndërtuar. Pra është një thirrje e brendshme që jap gjithë secilit që të punojë me veten e tij, të mos ndalet vetëm në një situatë, se nuk përfundon jeta me një situatë ose me një diçka të vogël që mund të ndodhë. Do të ta kesh fokusin, ta kesh piketuar në hartë atje destinacionin ku do të shkosh. Dhe sado që mund të kesh lëkundje në jetë, nuk duhet ta ndryshosh atë pikën ku ti ke menduar që do të arrish edhe do të shkosh. Kadire, nëse nuk e diçka për të shtuar për fund rreth romanit, sepse domethënë pyetjet janë bërë në atë bazuar në tekstin që më ke dhënë, sepse unë nuk kam arritur ta lexoj, e ke promovuar në Durrës, sot e mora librin për herë, shpresoj që do të ke mundësi ta lexoj dhe ta shoh se çfarë ka brenda. Ke diçka për shtuar rreth veprës? Rreth veprës nuk do doja të shtoja diçka, sepse duhet ta lej edhe paksa si thuar si një, të mos jetë një derë ose një dritare e hapur që të lexohet, por kush ka dëshirë që ta lexoj, se thosh le të futet vetë në botën e leximit, por do këshilloja gjithë të rinjt të shkruajnë, të lexojnë, të punojnë me veten, ta ndërtojnë veten. Kjo është ajo që mund të jepja si thërsi. Kadire, faleminderit për intervistën, faleminderit për gjithë këto fjalë të bukura që i the. Unë të dëshiroj suksese me romanet të tjera, me vepra të tjera. Ishte kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit dhe ju, kënaqësia ishte e imja. Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga trojtë e veta ka shpallur një konkurs mbarkombëtar për pikturë për të